Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka konfirmuar arritjen e një akordimi politik për bashkëpunimin me Vjosa Osmani në funksionim të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Deklarati erdhi pas mbledhjes së kryesisë LDK, ku në fokus kanë qenë përgatitjet për procesin zgjedhor në hartimin e listës së kandidatëve. Abdigjiku bëri të ditur se partia është në fazën përfundimtare të diskutimeve për formalizimin e këtij bashkëpunimi. Ai hodhi poshtë raportimet se Osmani ka vendosur kushte paraprake për arritjen e një marrëveshjeje, duke theksuar se procesi është zhvilluar në frymë bashkëpunimi dhe pa pengesa politike. Rikthimi i Vjosa Osmanit në marrëveshje me LDK-n shënon një zhvillim të rëndësishëm politik pas ndarjes së saj nga kjo parti në vitin 2020, ku ajo krijoi një aleancë me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetvendosje përmes iniciativës Guxo. Sipas Abdigjikut, një nga pikat kyçe të diskutimeve ka qenë ideja e një bashkëpunimi të madh që synon konsolidimin e spektrit politik në rritjen e potencialit elektoral të këtij bashkëpunimi. Jemi dakorduar për të formalizuar në ditën e vijim bashkëpunimin me Vjosa Osmanin për garim të përbashkët, u shpreh ai, duke kërkuar edhe pak kohë për përmbylljen e detajeve. Ndërkohë, është vendosur që këtë të shtunë të mblidhet Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s, ku pritet të miratohen hapat e mëtejshëm dhe të finalizohen çështjet organizative për pjesëmarrjen në zgjedhje.